Mirëmbrëma. Në këtë emision special kam të ftuar dy zonja të nderuara. Kam të ftuar në studiot e televizionit dy artiste nga Tirana. Nën dhe bi, në fakt janë familje artistësh. Mjeshtrin e artit të thurjes me shtiza, Hajrie Maçi, dhe piktoren dhe skenografen Flutura Maçi. Zonja të nderuara, mirë se vini në studiot e televizionit ACTV. Të nderuar teleshikues, do të lexoj diçka të shpejt për arritjet dhe krijimtarinë artistike të zonjës së nderuar Hajrie Maçi. Është përfaqësuese e denjë e trashëgimisë kulturore të thurjes me shtiza. E ka kthyer atë në një art tërheqës, modern, që ka qenë i denjë të reklamohet në sfilatat dhe në ekspozitat e artit në Europë dhe shpresojmë shumë shpejt edhe këtu në Amerikë. Kjo zonjë e cila ka rritur, ka lindur, ka rritur, ka edukuar fëmijët e vetë, edhe brezat e nipërve dhe të mbesave, si artista apasionuar, por kjo është një intelektuale që ka kryer studimet e larta dhe ka pas një profesion të cilin do të zbulojmë në bisedën e sotme. Ka realizuar veshje dhe tablo nga duart e saj të arta, me cilat ka arritur të tërheq vizitor të shumt, si kundër thash, në gjitha aktivitetet promovuese, si në Europë, veçanërisht në Europë, dhe do të paraqesim sot në këtë emision edhe disa nga ekspozitat dhe dokumentarët që televizionet prestigjioze europiane që janë të dedikuara për promovimin e artit kanë transmetuar për këtë artistet të madhe shqiptare, e cila për fat keq nuk ka qenë e promovuar zyrtarisht nga institucionet shqiptare, aq sa duhet të promovohej. Në punimet e artistes Hajrie Maçi ndërthuren me fantazi, moda dhe arti figurativ, e mpleksur me njëra tjetrën do të shkruan të flutra e bia një lloj si shtizat që pleksin fijet dhe prodhojnë art. Le ta fillojmë këtë bisedë për të zbuluar për çfarë lloj arti bëhet fjalë. Në fakt është arti i thurjes me shtiza, i krijimit të veshjeve, shumë produkte, veshje, ato që quhen në anglisht fashion, shumë e veçantë, të cilat janë për gjitha grup moshat dhe paraqesin identitetin, bukurinë shqiptare të veshur me artin e zonjës Hajrie. Do të fillojmë këtë bisedë me ju, zonja Hajrie. A mundet të na flisni pak për origjinën tuaj familjare, për jetën tuaj, për profesionin për cilën ju jeni shkolluar dhe eksperiencën si ju lindi pasioni për artin? Unë kam lindur në Ersek, në një familje që përbej prej 2 prindërve dhe ishim dhe 5 fëmijë. Nëna ime ka qenë shumë punëtore, mere me plus punëve të shtëpisë të fëmijëve, ajo mere edhe me punë artizanati, triko për ne fëmijët, terjen e leshit si që ka qenë atere, e gjithë shka do më dhe që nevojiten për nevojat e fëmijëve. Unë nuk i ndasha për asë një minut, kur thonë, i qëndronja gjithmonë afër dhe isha shumë e pasionuar sidomos mbas shtizave. Dhe në moshën 5 vjeçare fillova të punoj edhe vetë. Mirë po kjo u bë kaq diçka e dashur për mua kjo punë, sa nuk i linja shtizat në asë një vend dhe kudo që vinja unë i mbanja në çantë me vete. Krahas, do më thënë, punës që rritej vazhdimisht ajo niveli, si të thuash,
Një Kostić krijoi edhe fantazia. Në fillim punonja gjërat të vogla për fëmijë, triko, kapuça, diçka kështu. Se I kisha me dëshirë të madhe, sidomos këto të fëmijëve. Me kohë, pastaj duke u rritur, duke parë edhe kërkesat, fillova që të punoj me motive, me ngjyra dhe kjo u bë diçka shumë e preferuar nga të rejat. E filluam edhe të më porositnin me, domethënë edhe me lekë. Po. Tash kjo gjë u bë një pjesë, ky zanat u bë pjesë e pandare e jetës. Dhe unë vazhdonja me imagjinatën time, veç atyre që shifja dhe kopjonja, po të krijonja dhe vetë me imagjinatën time diçka. Puna e vazhduar arriti në një nivel që, si të thuash tash, u bëra Krijove një koleksion të pasur. Një koleksion të pasur me lloje modelesh të krijuara vetë, po nga imagjinata ime. Fillova të bëj fustan nusërie, të bëj palto të mëdha, të bëj, me një fjalë të bëj diçka që nuk e kisha parë dhe nuk kisha parë ndonjëherë një diçka të këtij lloji. Po. Mirë, po këto filluan të pëlqehen, me një fjalë. Edhe të pëlqehen, po nuk është kollaj që të bësh një krijim të atij lloji me lek, nuk të leverdis. Kështu që unë nuk e ndërpreva punën e të punuarit me lek. Me porosi, po. Po, vazhdova vetëm të krijoj dhe nuk mund të shkëpusja asnjë gjë nga vetja pasaj, as për shitje, as për të falur, siç bënja më përpara. Kjo punë u rit, avash u bë e njohur, sa neve u bëm të njohur edhe me pjesëmarrjen tonë edhe në Evropë. Domethënë për panairet e mëdha, kemi marrë pjesë për herë të parë në panairin e Düsseldorfit në Gjermani, ku mbas panairit, mbas 2 javësh kish mbaruar panairi, neve na erdhën 2 letra njëra mbas tjetrës, 2 zarfe. U çuditëm që janë këto zarfe, kur e hapëm, ato ishin çmime ndërkombëtare, që ne na u dhanë nga pjesëmarrja e panairit. Kështu që vazhdoi kjo punë. Filluan edhe kërkesa, ka qenë në Ibiza të Spanjës, ka qenë një stiliste. Dhe ajo, domethënë, kur bëm panairin në Düsseldorf, ajo erdhi I pa këto punime. Dhe më vonë ajo na bëri një kërkesë për disa punë nga këto. Ja bëm porosin, po rruga e largët, shpenzimet ishin të mëdha dhe nuk kishim ndonjë leverdi, megjithëse ajo I paguante mirë hakun. Kështu që neve e lam me aq punën e shitjes dhe vazhduam t'i mbledhim këto punë, domethënë t'i rezervojmë dhe I kemi një sasi të konsiderueshme. Kemi palto të mëdha, kostume, triko, shalla, gjëra për bebe, fustana nusërie, nuk e di ç'të them. Pra është një koleksion shumë I pasur. Të jashtëzakonshme, edhe figura, domethënë dhe figura, kam bëm një herë një ekspozitë në Ministrinë e Kulturës, dhe aty kisha vënë, domethënë përveç veshjeve, kisha vënë edhe këto tablot që kisha punuar, kisha bërë një karrocë me kalë, atë karrocën si ato rrotat e përpashme që ishin ato kështu, po një gjë origjinale, sa kur erdhi ka qenë një shkrimtar, ai Xhevahir Spahiu. Po. Kur erdhi Xhevahiri që e patë, ka shkruar atje: Zonjë Van Goghu do t'i puthte duart tuaja. Dhe kjo është kënaqësi. Të gjithë artistët që kaluan dhe I pan atë ekspozitë, kanë shkruar fjalët më vlerësuese. Po, do të rikthehemi prapë te punimet një nga një dhe do t'i përmendim edhe ndërkohë regjia do të na I shfaqë edhe në ekran, jo tani, pak më vonë.
të plota për teleshikuesit tanë, në mënyrë që t'i ndjekin, t'i shikojnë për çfarë lloj arti, sa i mrekullueshëm është dhe sigurisht do të flasin për problematikat, pse nuk është reklamuar aq sa duhet, nuk është ndihmuar aq sa duhet, ndoshta nga institucionet e shtetit, por edhe nga element privat të apasionuar pas artit. Dhe çfarë i mungon Shqipërisë, në fakt, këtu do ta përqendrojmë dhe bisedën. Dua të kaloj te Flutura. Flutura, ju jeni rritur në një familje artistësh me dashurinë dhe pasionin për artin dhe si rezultat i kësaj ju jeni sot një piktore dhe një skenografe e suksesshme. Njëkohësisht, karriera juaj për teleshikuesit ju mund ta përmendni dhe vetë që keni punuar dhe punoni, kontriboni për radio televizionin shqiptar, për radion apo për të dyja. Pyetja ime është, çfarë ndihme dhe frymëzimi keni patur ju nga familja, nga nëna juaj, por edhe nga familja juaj si familje artistësh? Të parë ju përshëndes stafin e këtij televizioni të mrekullueshëm të komunitetit të Michiganit, ku jetojnë shqiptarë, bashkëtetarët tanë. Është shumë kënaqësi për të ndodhem në këtë studio të televizionit tuaj dhe të jem e ftuar së bashku me maman time, e cila jo vetëm është një nën e mrekullueshme gjatë gjithë jetës, por dhe një artiste ku ne, fëmijët e saj, po ashtu artist, kemi ndjerë mbështetje të jashtëzakonshme. Mamaja tregon se që kur isha e vogël edhe unë kisha atë tipin që shikoja natyrën, aret, meditoja. Dhe prindët e mi duhet i falenderoj përjetësisht që e kuptuan talentin tim për pikturë edhe më orientuan, siç është detyrë çdo prindi që ta kuptoj talentin e fëmijës së tij. Dhe për këtë jam mirënjohëse gjithë jetën atyre dhe gjithashtu për sakrificat që kanë bërë që unë të realizohesha si një piktore shkolluar në Akademinë e Arteve të Bukura në Tiranë. Gjithmonë kam qenë e rrethuar nga dashuria e familjes dhe nga mbështetja në art që e kam ndier si një gjë shumë të pazëvendësueshme dhe shumë domethënëse dhe ndihesha gjithmonë e sigurt e mbështetur nga familja. Një familje artistësh sigurisht orienton drejt pasionit më shumë, duke pas parasysh që familjet shqiptare kanë qenë të prirura tepër t'i orientonin fëmijët drejt profesioneve për të përballuar, si thua, gjithë sistemin, si funksiononte sistemi shqiptar. Dhe është shumë unike, shumë e veçantë që nëna juaj, zonja Erie, ka qenë një intelektuale, ju keni qenë ekonomiste me profesion? Llogaritare. Po, dhe ju përkushtua artit aq sa, sidomos në këto vitet që flasim tani, është pasioni i vetëm, gjëja e vetme më e rëndësishme që ju keni. Le të ndalemi dhe tani do t'i drejtojmë regjisë. Regjia, ju lutem, na kaloni në ekran vetëm punimet, për arsye se do të flasim pak për fustanet, kostumet, paltot, shallat, kapelet, çantat e aksesorët e tjerë për fëmijët. Doja t'ju pyesja, ju thatë diçka që ju keni qenë edhe stiliste, edhe ideatore, edhe krijuese e artit, po dhe realizuese praktikisht nëpërmjet punimit me shtiza. Pa keni pas ndihmë nga dikush tjetër në familje për këto punime. Dhe pyetja në vazhdim është, sa kohë të merr të bësh një fustan të bukur? Po, ndihmën sigurisht në familje kam patur ndihmë nga pjesëtarët, po kryesisht ndihmën e kam pasur nga vajza ime Enda. Po. Ajo i pëlqente të gjithë llojet e punimeve të mia dhe nuk kursehej që dilte dhe veç kur më silte torbat me lloj penjësh. Dhe kjo, ajo më frymëzonte, dhe me këto llojshmëri penjësh, mua më frymëzonin për realizimin e atyre krijimeve të mia. Njëherë kam pas një si ëndër që përfytyronja cirkat e dëborës
të ishin si fije. Dhe për çudi, del enda në pazar, dhe veç kur më sjell nga një lloj fije të kësaj imagjinate. Po. Nuk e merr me mend se çfarë gëzimi ndjeva. Aty fillova të bëj krijime, tamam si në botë tjetër. Pra atë që e ndëroje, që imagjinoje, atë kishe mundësi ta realizoje. Fije, dhe unë nuk urseva imagjinatën time me të tëra mundësit, me të tërë llojin e asaj që kishte, duke bërë krijime lloj-lloj të bukura. Dhe kur kemi marrë pjesë në Panajir në Düsseldorf, kur erdhi ajo përfaqësuesja që i pa ato punimet tona, ajo ngeli manitur. Më thënë, nuk ish parë gjëra më të bukura, dhe na caktoi pjesëmarrjen atje në Panajirin e Düsseldorfit. Po kryesisht ka qenë ajo që më ka ndihmuar dhe më ka nxitur për punët e mia. Po. Atëherë, Flutra, do të ndalemi tash pak dhe regjia ju lutem mbajeni ekranin edhe me punimet, edhe me bisedën. Do të ndalemi pak tek përpjekjet e vazhdueshme të mundimshme për ta reklamuar, për ta ekspozuar artin e mamas suaj, dhe do të flasim pak edhe për sfilatat, ekspozitat, ftesat e shumta që ka pasur mamaja. Ju keni krijuar në Tiranë edhe Studio Art Maçi, që është një kompani jo fitimprur, se ta quajmë, e regjistruar në Shqipëri. Dhe keni organizuar, dhe si që shikojmë edhe nëpërmjet fotografive, disa sfilata. Kjo studio e mirë njohur, Studio Art Maçi, sigurisht që është njohur edhe për te kufive të Shqipërisë, dhe me pjesëmarrjen tonë, se ne kemi marrë pjesë gjithmonë të treja, unë, mama edhe motra, në për këto panajire ndërkombëtare, të mëdha, siç ka qenë, siç e përmendi edhe mama e Düsseldorfit, në Paris, në Beograd dhe në vende të tjera. Pra, fama e kësaj studioje ka kaluar kufijtë e Shqipërisë, dhe gjithashtu me një admirim shumë të madh jam parë këto punime, jam vlerësuar, por asnjëherë nuk mjafton. Gjithsesi, unë sot duhet ta përshëndes këtë studio, sepse në vitin 92, mama dhe motra, sidomos që u morën me këto punimet me dorë, kanë filluar veprimtarin për ta kthyer të tradit në art. Domethënë, tani bëhen 30 vite që vazhdon kjo krijimtari me qëllimin për të bërë art, pasion. Po. Siç e tha edhe vetë mamaja, se ajo dikur realizonte punimet me shtiza për të veshur fëmijët e saj veten. Dhe ne gjithmonë e kemi ndjerë veten në ato varfëri ekstreme, gjithmonë e kemi ndjerë veten shumë të veshur bukur, me ngjyra, me gjëra që gjithë njerëzit çuditeshin dhe thoshin sa bukur i vesh fëmijën si fëmijë televizori. Dhe ky ishte shpërblimi që merrte mamaja për atë pasion të bukur që kishte, dhe që e vinte në dispozicionin e familjes. Sepse në ato kohë, siç e dim, nuk lejoi edhe puna private, kështu që detyrimisht ishte brenda familjes kjo. Sigurisht ato kanë marrë porosinë për panajire, të cilat i kanë realizuar nëpërmjet koleksioneve, siç e përmendi mamaja në Ibiza, edhe koleksionistë të tjerë i kanë blerë këto koleksione. Por ka arritur një moment që mamaja tani këto i do të mbledhura diku, siç e ndëron dhe ajo në një vend që quhet muzeum. Normale, nga që ka parë shumë muzeume, ajo është një grua e shëtitur, artiste e shëtitur, ka parë muzeume arti dhe ajo ndëron të ketë diçka të tillë, sepse e quan me vlerë, ashtu siç edhe është gjithë krijimtarinë e saj artistike. Po. Pra, mamaja e përmendi Düsseldorfin, ka qenë një ftesë që ju keni marrë pjesë në një panajir ndërkombëtar të artit. Keni pas edhe në Francë ftesa, në Paris? Kemi pas edhe për në Francë. Keni marrë pjesë? Kemi marrë në Muzeun e Ekspresion të Parisit. Të Parisit, po. Dhe janë edhe 2 çmime ari, çmime të arta që keni marrë. A mund të flasim pak për këto 2 çmimet që keni marrë? Janë çmime ndërkombëtare. Këto çmime neve na erdhën mbas 2 javë që kishte mbaruar panajiri, ishim kthyer në vendin tonë, dhe na erdhën këto zarfe. U çuditëm se nuk pam ndonjë diçka të interesuar në ato momentet që ishim në panajir.
vetëm shifnim një gjë aty në panair në atë stendën, që ajo përgjegjësja atyre stendave, që ishim neve serbët edhe nuk e di kush tjetër, një 3 pjesëmarrës kështu, ajo vinte i merrte punimet tona në manikin edhe i shpërndante në për hapësira, do më vetëm pjesën tonë. Aty pam diçka, do më thënë që ishte një farë vlerësimi, por nuk e menduam. Që u shfaq interes anë atyre. Po, nuk e menduam më tej. Kur mbas 2 jave që ishim kthyer nga panairi, na erdhën 2 zarfe, i hapëm, vetëm të manitur, do me thënë ato ishin vlerësime dhe Çmimet e para, se çmimet e arta janë çmimet e para. Po, si erdhi kjo pa par njëri të interesoj dhe kështu. Edhe kështu, do me thënë, e pa. Flutura, janë bërë disa sfilata që i shikojmë edhe në ekran, nëpërmjet fotomontazhit, dhe duhet t'i japim kredite edhe motrës tuaj, Endës, ju të dyja keni ndihmuar maman, ju keni bërë edhe një libër ku të kërkoni të sensibilizoni, të informoni publikun shqiptar mbi këtë lloj arti, rëndësinë që ka për kulturën shqiptare. Ndërkohë, Enda ka qenë organizatore e sfilatave që shikojmë në ekran. A mund të flasim pak për këto sfilata të Tiranës? Sigurisht vëmendja ndërkombëtare pak a shumë u përmend, por për atë që ka ndodhur në Shqipëri me ekspozimin e artit, a ka pas interes nga politika, mirë nga shoqëria, nga bota e artit, sigurisht ka pasur, për këto sfilata dhe ekspozita që janë bërë në Tiranë, në Shqipëri? Ka pas interes? Tani, fillimisht do them që një artiste, të paktën brezi mamas tonë, nuk është vetëm pasioni, ai që të shonë përpara, por shumë e rëndësishme anën kulturore. Do me thonë, këtu jap një rëndësi shumë të madhe studimeve që ka bërë motra ime Enda, vajza vogël e Airies, e cila jo vetëm që studioi për modë në shkollë mode në Tiranë, por ajo ndiqte gjithë ecurinë e modës ndërkombëtare dhe ajo merrej me këto ftesat e huaj që vinin në Studio Maçi. Gjithashtu edhe unë kam dhënë atë kontributin tim sepse në ekspozitat e mia që vinin gjithë këto artistë të njohur, edhe mamaja është njohur me ta dhe pastaj ata kanë parë dhe përkrahur. Pra ka qenë një bashkëpunim shumë i suksesshëm ndërmjet ne të trejave. Dhe deri diku ne arritëm shumë gjëra, por vjen një moment që familja çdo investim të saj e ka hedhur në art, dhe vjen një moment që nuk mundet të shkojë më tej sepse kërkesat e mamas tani janë për diçka më të madhe, që ajo mund ta thotë vetë. Po. Do të kalojmë tek ajo pjesa se çfarë duhet bërë dhe cila duhet të jetë e ardhmja e këtyre punimeve, sigurisht edhe dëshira që ka mamaja, se është arti i saj, edhe si thuaç, ajo ka hequr nga tregu komercial për momentin në mendjen e saj, thotë që nuk janë, ky koleksion nuk është domosdoshmërisht për të fituar parat. Të gjithë duan parat, fitojmë me punë, se janë parat fituara me djers, me talent, me punë, edhe jetojmë në kapitalizëm. Por pasioni juaj duhet të njihet në fillim, të reklamohet, të ketë vendin e vet, ekspozitën e vet, të galerinë e vet. Unë doja që për teleshikuesit regjia mund të ndaj ekranin dhe të mbaj punimet, sepse dua të lexoj diçka në lidhje me një dokumentar që ka bërë një kanal kulturor franko-gjerman. Unë mendoj shumë e rëndësishme që i ka dedikuar një dokumentar, bëhet fjalë për një dokumentar që është transmetuar në 15 mars 2007, është transmetuar në mbrëmje. Dokumentari ka qenë 26 minuta dhe ka qenë dokumentar që i kushtoi, ka pas emrin e vajzës suaj të vogël,
Endës. Mirë se vini tek Enda, e përkthyer nga frëngjishtja. Dhe ky dokumentar në këtë kanal që i dedikohet artit, kanali quhet TV Art, është franko-gjerman, Arte, po. Bësh fjalë për, të themi, Europën, si Europë, Bashkimi Evropian, dhe Shqipëria është pjesë e Europës, pastaj nga dal lëvizte në Ballkan dhe vinte në Tiranë dhe thosh mirë se vini tek Enda dhe bësh fjalë për studio Art Maçi, ku ishin të publikuara, se thua reklamuara punimet tuaja. Pati shikueshmëri të lartë, sepse ju patë dhe informacion nga vetë gazetarja franceze, a u transmetua dhe u popularizua në Shqipëri, apo mbeti vetëm një program i huaj dhe vetëm pak njerëz e panë? Ajo ja dërgoi radio televizionit, ajo Kleri, laboreti ishte. Regjizore. Edhe aty u çfaq, po jo me shumë dëshirë, me sa u pa. Dhe filluan jo vetëm vlerësim që nuk dhanë, po filluan të bëjnë komente. Do me thënë, sa ke paguar, i thoshin asaj, si a ke gjetur anën, se tash juve i dini më mirë këto që televizioni Arte është, si thuash, një nga programet kryesore europiane që i përkushtohet artit europian. Dhe filluan me i fjalë sa ke paguar. I thoshin Endës sa ke paguar për këtë film. Jo vetëm që nuk u dha shpërblimi për gjitha të shpenzim, për gjitha të krim, gjitha të mundime, sakrificët, po filluan diskutime të mbrapshta. Po. Atër do të ndalemi një çik tek Shqipëria. Si ndihmohet arti në Shqipëri, artistët, çfarë përpjekjesh bën, a ka financime apo jo? Dhe do doja të pyesja, Ministria e Kulturës në Shqipëri, a ju ka ndihmuar, apo dhe institucionet të tjera që merren me artin? Tash këtë më mirë e di Flutura këtë punë. Po, Flutura, a ka pas ndihmë nga institucionet shqiptare? Disa herë po, ato që janë për të vlerësuar, ne i vlerësojmë dhe i falenderojmë gjithmonë, është bërë sponsor 2 herë Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, gjithashtu Bashkia dhe 2-3 subjekte private. Po, por nuk është bërë mjaftueshëm. Mendoj që jo, sepse, siç e tham, kjo veprimtari, kjo pasuri kombëtare, nuk është e panjohur në Shqipëri dhe nga politikanët, bile dhe nga zonjat e para që kanë qenë në periudha të ndryshme, ato kur kanë ardhur në për aktivitetet tona janë mrekulluar dhe kanë ofruar një ndihmë, por kjo ndihmë ka mbetur gjithmonë në letër, nuk ka realizuar. Unë i pata vajtur njerë Ministrë Xhaferit, kur ka qenë, i kërkova një mbështetje për një katalog. Po i vajta me 10 herë, u bëhe pa mundur. Një herë pati, Josefina Topalli pati me rastin e 8 marsit, kishte na grumbullojnë e grave, edhe në mbarim të mbledhjes, ju afrova, thashun, të lutem shumë, thashun, në ndihmoni për një rast të këtill unik, thashun që nuk qajmë do të thash. Kërkoj, thashun, një ndihmë, thashun, për një katalog. Mirë, tha, i themun, tha, Artës, tha, sekretares, që të marrë Ministrë Xhaferi, tha, dhe t'u jap përgjigje. Ko pritën me ditë, me javë, me muaj, as i përgjigje nuk erdhi. Pra, ne folëm për interes të institucioneve europiane, apo edhe bizneseve, ekspozitave, paneireve, këto janë evente që organizohen, interes të madh në këtë drejtim për artin shqiptar, ndërkohë që në Shqipëri ndjeshmëria, vëmendja për artin është e ulët, ende është e ulët. Nëpërmjet këtij emisioni, përmjet këtij programi, ne duam që teleshikuesit tanë, bashkëdhetarët tanë, sidomos biznesmenët e suksesshëm të komunitetit shqiptar të diasporës, të
mundsojnë të ndihmojnë, të japin donacione për këtë artë të identitetit shqiptar. Domethënë, po ta shikosh simbolika dhe origjina e këtij arti është aq e vjetër sa është edhe identiteti shqiptar. Por ne shqiptarët duhet bëjmë më shumë për artin ton, për artistët shqiptar. Apeli është që të ndihmohet artistja Hajrie Maçi, nga të gjithë ata që kanë mundësi, që ta ekspozojmë në fillim këtë art. Dhe sekundër e thamë, kjo është jashtë komercializimit, nuk është që ne të ndihmojmë një biznes privat apo një individ privat, është art shqiptar. Dhe duhet të jetë çështje e të gjithë shqiptarëve, ata që kanë mundësi të ndihmojnë, të gjejnë pra kontaktet, të bëjnë donacione, që të mund të ndihmohet. Ajo që kërkohet të bëhet është ta ekspozojmë dhe ta, si të thuash, kthejmë në një çështje të ndjeshme punën e artit. Ky është një art shumë unik, i veçantë. Arti, fatkeqësisht, dhe artistët janë një pjesë e pavlerësuar, janë pjesë e varfër, kanë mbetur e varfër. Shpeshherë ajo ndihma që do të vinte nga shteti, nga institucionet shqiptare ka munguar. Premtime ka pasur shumë, sikundër e thamë edhe nga biseda, por është bërë minimalisht pak. Doja të pyesja, cila është dëshira juaj dhe mendimi juaj për këtë trashëgimi të pasur artistike që keni ju? Është art, si thash, autentik shqiptar, gërshetuar bukur me stilet e reja të modës, është bërë pra diçka e modës, edhe përtoret nga gjitha grup moshat, dhe kjo është e bukur dhe apelon të rinia, veçanërisht, kur shikon atë fustanin e plot, qoftë edhe këto fustanet e nusërisë. Por, çfarë dëshire keni për artin tuaj, për të koleksion të pasur? A doni ta ktheni në një, si thua, mekanizëm që të fitoni para, apo doni që kjo të mbetet pjesë e kulturës shqiptare dhe ajo që duam ne është ta ekspozojmë, ta shikojnë njerëzit? Kush është dëshira? Dëshira ime e madhe, kam vite që shfaqe dhe edhe ndërroj një muze të ekspozojnë gjithë punët e mia. Po sa e mundur është kjo, Flutra, që të realizohet? Sigurisht, kjo kërkon një farë mbështetje financiare, dhe si mund të realizojmë? Si mundet gjithë shqiptarët të ndihmojnë që kjo ndër të realizohet? Është ndër e bukur, dhe kjo kërkon pastaj si trashëgimi kulturë gjithë shqiptarëve. Unë fillimisht, dhe me thënë, me që kjo është shumë e vështirë, mendova një katalog për gjithë të punë. Për provizorisht kur i thonë, pastaj presim të bëhet muzeu. Po, më erdhi ndërmend fakti që Shqipëria ka shumë galeri arti, këto janë të vendosura edhe në përkështjellat e Shqipërisë. Kalaja e Gjirokastës ka ambiente shumë të bukura ku reklamohet art. Ato fatkeqësisht, ato galerit atje reklamohen përkohësisht dhe po shatisen pastaj. A do kishit dëshirë ju të ishit në një nga kështjellat shqiptare, për shembull të ishte galeria, apo mendoni që duhet të jetë diçka private në një godinë apo ambient privat? Apo kështjellat i kanë kthyer në klube, se kam dëgjuar që i bëjnë më tepër edhe lokale, klube që të vizitohen, të jenë fitimprurse. Por duhet, dhe kjo është shumë e bukur të vizitohet nga njerëzit, për këto ambientet tona që fatmirësisht i kemi. Ja që thot enda. Po, Flutra, si mendon? Ideja është shumë e bukur që të jetë në një kështjell. Unë me fantazoj bilemi që jam me origjinë nga Borshi unë vetë. Saranda e imagjinoj atje e Buzdetit, atë kështjellën e bukur. Po, edhe në Riviera shqiptare ka shumë kështjella. Fantazin ma ka shtuar dhe libri që ka përkthyer motra ime, Kështjella e Mrekullive, me një kështjellë Buzdetit tamam dhe kjo. Do ishte një muze kryevepër, dhe ishte. Po. Tani ne kemi lexuar edhe libra interesant që thonë hidhi në univers dëshirat edhe mund të ndodhin dhe çudit. A doni të jetë muze në Shqipëri apo doni që muzeu s'ka rëndësi të jetë edhe në Amerikë, të supozojmë, në New York? Pse të mos jetë në New York?
Edhe në New York, nuk është... Është shumë shqiptarë dhe New Yorku është qendra e artit botror. edhe ta kem për nder të madh që të hapet në New York muzeu im. Po, sigurisht kjo është një dëshirë, por diaspora është e fuqishme për sa i takon biznesit. Dhe shpresojmë që nëpërmjet këtij programi, nëpërmjet këtij emisioni, të ketë interes edhe nga njerëzit që duan artin, që duan të ndihmojnë artin, që duan të japin donacione. Për ta bërë të mundur këtë ëndër të zonjës të artistes Hajrie Maçi, ne si program televizioni i diasporës këtu në Michigan do të bëjmë çmos, do ta reklamojmë her pas here, aq sa kemi ne mundësi dhe te televizioni jon do të ketë vazhdimisht një galeri të ekspozimit të arteve me investimet që po bëjmë për zmadhimin e ambienteve këtu televizive, ku bashkëdhetarët tanë ta shikojnë, ta vizitojnë, të kënaqen me artin e bukur që keni krijuar, zonja Hajrie. Flutra, a doni të shtoni diçka në lidhje me një mesazh që ju drejtojmë teleshikuesve tanë për momentin, përpara se unë t'ju falenderoj për pranim tuaj në këtë emision shumë special për ne. Faleminderit edhe ju. Një viti, rastësisht, unë kanë qenë e ftuar në televizionin shqiptar, ku dhe kam punuar për 15 vite si skenografe, dhe kam thënë mirëmëngjes Shqipëri. Dhe tani jam e lumtur që mbas një viti, po them, mirëmbrëma Amerikë dhe gjithë bashkëdhetarët tanë kudo ku jeni në të vend të bekuar nga Zoti. Sigurisht, uroj mamas time që t'i realizohet kjo dëshirë e madhe, po kjo dëshirë e madhe e bazuar mbi një punë kolosale, 80 vjeçare, po themi, ku unë çdo ditë kam parë ritmin e 2 shtizave pa mbarim, ditë edhe natë, 24 orë, që e kam përmendur dhe në librin tim, Luvrim, biografi dhe ndjesi. Pra, është një dëshirë e bazuar mbi një pasion të madh, unik, dhe uroj të realizohet. Me ndihmën e gjithëve, me bashkëveprimin. Po, me bashkëpunimin e të gjithë faktorit në diasporë që është një komunitet i madh, është një forcë e madhe diaspora e Amerikës, që është jo vetëm ambasadore e kulturës shqiptare, por është edhe mbrojtëse dhe promovuese edhe një fuqi lobuese për interesat kombëtare shqiptare. Duke të uruar jetë të gjatë, të lumtur, siç e ke jetën, se artistët e bëjnë jetën të lumtur, që këtë dëshirë që ke për të krijuar një muzeum të artit tuaj të realizohet, të falenderoj për praninë në studio sot, shpresoj të kemi sërish, sepse ju vazhdimisht prodhoni, krijoni gjëra të reja. Të faleminderit shumë. Të lumshin duart për artin tuaj të mrekullueshëm. Faleminderit shumë për emisionin që bët, na mbushët me jetë. Shumë faleminderit për praninë. Flutra, faleminderit dhe shpresojmë që kemi sërish në studion tonë. Shumë faleminderit. E përfundojmë këtu këtë intervistë, në fakt emision shumë special që solli përpara jush një koleksion të mrekullueshëm të artit të zonjës Hajrie Maçi, të artistes Hajrie Maçi. Miru takofshim në emisionet e ardhshme.